u ngritët së bashku, si vigan, në një akt të pa shembull në histori. Rezistuam pa drejtësit më të mëdha. Edhe në zgjedhje, zhvilluam fushatën elektorale më të bukur, programin më të shkëlqyer që ka njohur ky vend, ekspertizën më të madhe, por çfarë do që të bënim, Sali Berisha, unë kisha deklaruar në mënyrat më të përsëritura se me Edi Ramën nuk ka zgjedhje. Nuk ka zgjedhje. Sepse kur një kryeministër vendos të mos dorëzoj pushtetin, ai pastaj ka të gjitha mjetet në dorë për të shtypur votën, për të manipuluar votën, për të blerë votën. Të dashur miq, zgjedhjet e vitit 2001 përsëri ai volli votën. Nuk i fitoi. Nuk i fitoi. Ai në 2021 nuk arrestoi liderët e opozitës. Jo. Ai në 2021 nuk fali 2 miliard. Gjoba 2 ditë para edhe kamata 2 ditë para votimit. Ai në 2021 nuk licensoi mbjelljen 28.000 hektarëve kanabis. Nuk shpërndau 100 euro për pensionist. E megjithatë, ai i grabiti zgjedhjet sepse ai shpërndau, siç jeni ju dishpitar, 130 milion euro në Tiranë, Durrës, Kurbin, Lezhë dhe Kavaj, dëmtime nga tërmeti, por në ligjin dhe rregullin e zgjedhjeve, një akt i tillë përbën blerje masive vote, edhe s'mund ta bënte. Por çfarë ndodhi? Prandaj kthehemi prapë tek çfarë ndodhi? Ai që na drejtonte ne, e thira i thash, shiko, bëra një shkrim të pasnesme zgjedhjeve. Vota vdiq pa hyrë në kuti. Se në qoftë se jep ti 130 milion euro në zonë me popullat më të dendur, ti bler votën masivisht aty, vetë kuptohet. Diku 10.000, diku 5.000, diku 3.000, diku 20.000 me radhë, mbushi me kontot me lek. Tani them, do të isim betejën për mbrojtjen e votës. Dhe ajo ishte jetike për ne. Pse ishte jetike për ne? Betejat pa drejta nuk mund të bësh. Zgjedhjet janë sa kombëtare, aq dhe ndërkombëtare, në kuptimin që sa i vlerëson ti, i vlerësojnë dhe ata që vinë nga mbar bota në emër të ligjit ndërkombëtar, marrëveshjeve që ka firmosur Shqipëria për t'i vëzhguar ato. Ish kryetari, në vend se të merrej me grabitjen e votës që bëri kryeministri, u mor me mua, u mor me partinë.